Por ama fakti është që pagat i kemi rritur në mënyrë sistematike dhe tani kemi filluar të paguajmë edhe vjetërsinë në punë. Pra, sot që flasim, mësuesit paguajnë për vjetërsinë në punë, mjekët dhe infermierët paguajnë për vjetërsinë në punë, përveç pagës rritur. Ushtarakët paguajnë për vjetërsinë në punë, punonjësit e policisë po ashtu. Tani, do thoni ju, po çfarë po na thu se kjo është gjëja më normale, si mund të paguhet njësoj një mësuese që ka 25 vjet me një mësuese që sapo ka. Po gjëja më normale është kjo, por po bëhet tani sepse ne i krijuam mundësitë që të bëhet. Nuk ka pas gjë më normale që kur ne kemi marrë detyrën se sa kërkesa e pensionistëve që ore shikojnë na rrisnin pensionin se nuk hecet vetëm me indeksimin, na rrisnin pensionin. Kjo është gjë më normale. Por nuk ishte mundësia. S'kishte mundësia. Ajo ishte ekonomia që kishim trashëguar dhe duhet të krijonim mirë mundësinë. Ama ja dolëm dhe kësaj dhe filloi rritja në janar me atë bonusin e përmuajshëm ekstra, që në janarin e vitit tashëm do të jetë 2 fishi. Në janarin e 2028-s do të jetë 3 fishi, në janarin e 2029 do të jetë 4 fishi, dhe në janarin e 2030 do të jetë 5 fishi. Pra, kjo vjen se u rritën mundësit, dhe mundësit u rritën se u rritë ekonomia. Rritja e mundësive vjen si rezultat i rritjes aktivitetit ekonomik, por vjen dhe si rezultat i rritjes të ardhurave për buxhetin e shtetit. Po vjen si rezultat edhe i rritjes investimeve të huaja. Ne kemi filluar këtë punë me 300-400 milion euro në vit investime të huaja, sot që flasim jemi mbi 1.5 miliard. Po vjen edhe si rezultat i rritjes së turizmit, që kemi filluar me 2 milionë ca turistë, ku për turistë na numëroshin dhe mu me kujtimin kur dilshim jashtë shtetit. Sa herë kthehesh kujtimi nga ato vizitat bilaterale me komunat e Italisë, e numëroshin për turistë, u kthye turisti kujtim qefalia, bashkë me gjithë tjerët, kuptohet. Ne nuk numërojmë pasaportat shqiptare që hynë në Shqipëri. Ne numërojmë vetëm pasaportat e huaja. Dhe vjet kemi numëruar 12 milion. Tani, të gjitha këto janë fakte. Nuk janë të mjaftueshme për çfarë duam të bëjmë, po janë fakte. Dhe nuk mund të çohet askush që thot me plot gojën është rrit korrupsioni dhe s'ka qenë kur korrupsioni siç është sot, sepse kjo është një gënjeshtër shumë e madhe. Se po t'ishte rrit korrupsioni nuk rrite ekonomia. Po t'ishte rrit korrupsioni nuk rriteshin pagat dhe pensionet. Se nuk do ishin rritur të ardhurat në arkën e shtetit ashtu siç janë rritur. Po t'ishte rrit korrupsioni, nuk do rritej numri i përfituesve nga garat publike, të fondeve publike, e të tjera të tjera. Dhe unë refuzoj me neveri këtë narrativ që nuk kanë nuk din ton asgjë tjetër, s'din bëj asgjë tjetër, po vjedhje, korrupsion, po t'ishte kështu, dhe t'ishin të vërteta këto, nuk do ndodhnin ndryshimet e mëdha që kanë ndodhur në të gjitha drejtimet. Nuk do